Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe si që anunçova edhe në fillim të programit, pra kemi tema të ndryshme për së cilën pjesë. Do diskutojmë sot për tarifa Trump, po e quaj, se sa ndikojnë ato tek fermerët shqiptarë dhe konkretisht tek industria e bimëve mjekësora apo bimëve aromatike, e cila sipas të dhënave që kanë shoqata, që drejtohet nga Filip Gjoka, të cilin e kam ftuar sonte në studio dhe e falenderoj, ka diku të rreth 60.000 fermerë të cilat kultivojnë, tregtojnë, mbledhin e tjera bimë medicinale. Zoti Gjoka, falenderit për kohën. Ka qenë kjo një javë për ju në fakt intensive, me dalje të shpeshta, me deklarata, konferenca, aktivitete në kuadër të kësaj, por po e nis bisedën me ju, në fakt, me qenë se në pjesën e parë kisha drejtoreshën e përgjithshme të AZBR-s dhe është çelëthirja, çelet nga 14, pra pjesa e aplikimeve për subvencionin bujqësi. Dhe një koment nga ju, si kryetar i shoqatës Industria e Bimëve Aromatike dhe Mjekësore për masën numër 5, e cila flet për pagesë për kultivimin e bimëve mjekësore aromatike në vlerën deri në 30.000 lekë për hektar për fermer apo aplikant, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 hektar. Për sipërfaqe të mbi 10 hektar, masa e përfitimit zvogëlohet në 50%, pra për individ aplikues, përjashtuar rastet e aplikantëve kur janë grup fermerësh apo SHBB. Nuk e di, ndoshta nuk ka ndryshim nga viti kaluar. Si është kjo masë për ju, si vlerë? Spari, falemndar për mundësinë që na jepni për të shprehur. Unë dhe gjatë kësaj jave, si aty ka qenë një intensiteti madh me konferencë shtypi, me gjitha çfarë kemi mujtë që të bëjmë sensibilizojmë. Është duke u lidhur me ata e pamjaftueshme për situatën ku ndodhet sot bujqësia jonë. Por konkretisht... Pa e lidhë me situatën e tarifave? E bima qështë tjetra, qështë për do prek pak më tej. Pra, është e pamjaftueshme. Ka një pjesë e mirë do theksoj e fermerëve, që unë kam ndashur dhe ndashi shpeshherë në shumë zonat vendet tonë, që për një arsye, apo një arsye qeshtë dokumente, pronësie, kur bon 7 vetë, nëse njani nuk ka mirë me dokumentacion rëzohet e gjithë skema, pra digje dhe këta tjerë, nuk është mjaftueshme për vetë situatën ku asot të kostëve, të gjitha kostëve, të fuqisë punëtore, tashmë që është rritë, të pesticideve, që cilet duhet ndaluar po se mos para në Bashkimin Evropian, të plerave organik shqipëron, dhe një serë, duke parë një serë, kostësh, ne na bojnë, ma besoni, të pa barabartë me e qovë dhe me Kosovë që kemi fqini, por me Maqedin nuk konkurrojmë dot dhe as me Serbin. Unë nuk kam bërë thirrje dhe u kam thonë dhe në takimit që kemi patur dhe në konsulta në midis shoqatës dhe teknicenëve të Ministrisë Bujqësisë, që duhet shoh kjo skemë. E para, si duhet ishte ideale? Duhet më njëherë që të kthehet minimumi 10% drejt për së drejti tek fermeri, jo tek agrosisti, apo tek eksportuesi, 10% e kujt, më falë? E ribursimit të TVSH-s. E dyta, ka akoma specialist, agronom të mirëfill, kemi shumë të mirë, bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, cili kanë shpreh, Universiteti Bujqësor, ka shpreh gatishmërinë për të ndihmuar dhe kontribuar në disa drejtime të zhvillimit të bujqësisë, por dhe të industrisë, dhe të caktohet për çdo artikull që prodhohet një me prodhimin si që kanë vendet e tjera. Për kilogram në dorëzim, sipas faturave. Kilogram në dorëzim. A diskutuar, që do theksoj që, po zam, filan fermer që ka 5 hektar tokë, mund në raportojë, mund bëj fatura si kur 10. Jo, në atë morë, ma shumë këllaj për të gjithë. Që në 1 hektar bim mjekësore, po të zomë shrebele, maksimum jep 5 ton. Në morëm i shambull. Në unë subvencionoj 4.5 ton. Nëse ti pret fatura 10 ton apo 20 ton, leqe nuk të ribërsoj, po të të zëj dhe këtë tjetërën. Dhe gjithë se cilët e tjetë me peshore fikse. Pra, ka instrumentat të tjerë, nëse do tjetë dashamirësia dhe politik perja, me mirë dhe me qartë që
edhe ata pjesë e mirë atyre fermerve, si të këbimit mjekësorës, aty më dhamë, dhe mballa mu që i t'ingloj, por dhe të sektorit e tjerë, është e njëjtë situatë dhe duhet ndërhyrje me fonde më të mëdhaja, edhe është për të ardhur keq, sepse pra për vitin 2025 nuk është vendosur në fondet e ASHBR-s asë një fond përsa e përket financimeve dhe granteve për investime qofshin këto dhe të vogla mëdha, duke ditur që fondet e Bashkimit Evropian janë të ndërprera dhe kanë mjaft domosdoshmëri për këto fonde, janë oksigjen për zhvilluar bujqësinë. Zoti Gjoka, situata gjeopolitike tashmë dhe kryesisht veçanërisht e tarifave, ka alarmuar edhe Shqipërinë dhe konkretisht ju, industrinë tuaj. Pavarësisht faktit që ka një pezullim për momentin, por Shqipëria gjithsesi ka pasur, pra ishte vendosur në atë 10% e tarifave. Sa preken ju si industri nga kjo? Një ndër vetmit industri realisht që preken është industria e bimëve, pasi gati 42% e vlerës e eksporteve në totale që kërën bimë mjekësore nga Shqipëria drejtim të Europës edhe vendeve tjera, e zënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jemi me një pjesë të vlerës totale të eksporteve që kërën drejtim të Amerikës zënë bimet mjekësore. Vendosja e kësaj tarife në mënyrë të papritur, që nuk shë parashikuar që të ndodhë dhe veç kur njëfëm mëgjes me lajmet. Kjo nëse do vazhdoj, fatmirësisht tërheqja për 3 muaj është e mirë, se ne epë mundësi negocimit ashma më të mëdhaja me partnerët tonë për nda kostët, por ka kryot katrahurën e madhe, pasi vetëm në këtë 2 ditë, se dini, dollari ka humbur me 20 pikë më njëherë, 20 pikë në përqindje, dhe jep një tjetër goditje industrison, dhe prandaj në përmes gjitha medjeve ku gjë rastin për t'i falënderuar jashtëzakonisht, që ne na kanë ardhur në ndihmë në përqimin e problemeve, dhe ju kam bo thirrje dhe me letër, dhe me shkres, dhe publikisht, edhe kryeministrit, qeverisë së sot, por dhe qeverisë, e cilët e dalin mas 12 majt, që duhet më njëherë të ndërhyet duke ju kthyer drejt për drejti fermerëve ribursimin direkt fermerin mbi prodhimin që shkon dhe për gjetë instrumenta për të barazuar qoftë dhe Maqedoninë dhe Kosovën. Ne vërtet jemi të privilegjuar që mas datës 10 korrik 16 janë që taksa do vazhdoj, por jemi të pabarabartë me konkurrentët tanë, ndesh me Egjiptin, ndesh me Turqinë që ka ajo 10% të cilën konkurrojmë, ndesh me Maqedoninë, po me Serbinë po, sepse kanë fondet e Bashkimit Evropian për çdo biznes, i ka pa kufi, që bën një projekt dhe miratohet, ai merr, zhvillon biznesin, nga ka panone, ble makineri, ble pajisje, dhe ne nuk na ban shumë avantazh ky 10% që fakt fundit neve na ka animuar dhe na ka përkdhelur krahasuar me vendet e cilët është ma Kina që a godit me 104%, apo Vietnam me 27% e të tjera. Por faktikisht ne nuk jemi prap konkurrues, ma besoni, për mungesën e fondeve. Me gjitha të fonde, su dëgjova pak më parë drejtorin e SHBR-s rrugës nga Povia, që do me bo një farë lehtësimi, se ishe pyetje me vend, ajo që i bon të lidhur me problemet e pronësis, ajo si që djetë Kopliku që është vendi ma prodhim i bimëve mjekësore, po të thush dhe në Ballkan, edhe ma gjerë, sot kanë problemet mëdha, sepse një pjesë kanë tokën e babësit babgjyshit, por e kanë të parë regjistruar, e duhet një kontratë për ta bo sot, po nga herë sot e kemi përbashk me vllajën e djalin e Xhaxhait, se nga herë mu kollaj vje bashanaku për të firmos, se mund vinë vlla po i tjetër, dhe kjo u thot s'do me kultivos jam mirë ekonomikisht, po në fakt ky tjetri, apo kushërini do me kultivu, se ka nevojë dhe penalizohet. Dhe unë do thoja që nëse është tokë që kjo është kultivue, nuk do ketë rëndësi për dokumenta,
por të jetë vërtet që filan fermer e ka kultivue, duhet jepet subvencionimi. Këtu nuk është investim. Kjo mund të vërtetohet me një kryeplak, me një njësi administrative, me dëshmitar, me punon. kufitar. Ata e ka kryeplak, e ka kryetari njësis, që fort mirë dihet se kush e ka. Dhe duke marrë shkas nga kjo, mundet që kjo të jepet nafta apo ky 30.000 lekë që për mua pa mjaftueshme për kostet e veta, dhe nuk është të bo kapanën apo nërtim që i duhet kjo hipotekë. Sot e mjellë, për shumë këtë kulturë, tje kje subvencionuar vetëm për një vit. Vitin tjetër, hajës mund të kultivoj, mund të ndryshoj kulturën. Dhe për mua, nëse anë seriosisht, e duhet me dhonë parat, ka forma me mjetët demokratike që të duhet i morën parat. Kthehemi prap tek tarifat. Në ditët e para, kur nuk ishte pezulluar akoma vendimi pra nga administrata Trump, deri në korrik, a pati një frikë edhe tek ju, në fakt, edhe si biznes, edhe si industri, po edhe tek fermerët e vegjël, sepse kjo do ta vështirësonte edhe shitjen e produktit të tyre tek ju, duheshin rinegociuar çmimet, ju nuk mund t'ja blinit me njëtin çmim që ju a keni blerë deri dje, sepse shisnin ndryshe me tarifa tjera e kështu me radhë. Paktën për Amerikën, si u çoni edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian, po. Absolutisht. Friga, po, dhe duke parë një pjesë që fillon direkt me spekuluar, ose duke kryer një çakordim tek fermerët dhe tek grumulluesit, vendosa që ditën e hane të organizoj konferencë të madhe shtypi, i cili bën efektin e vet, dhe duke i siguruar që ne nuk e kishim djeni ditën e hane që fillë Maastrichti do pezullohet për 3 muaj, por duke u bë thirrje sepse nuk do ndikoj kjo taks nëse do vazhdoj për të ullë çmimin më poshtë, pasi duhet ta theksoj. Marrëm koplikun edhe ja t'i kthejna. Çmimi i shërbelës ka shkuar poshtë kostove të prodhimit. Kam dëgjuar edhe fermerë në lajme të ndryshme që dhe po i heqin ti ulish edhe 10% nga kjo, atëre më mirë thuni zotëri, dënohet me ligj kush e kultivon. Mos e le paktin që shkoj me punu kotnar, për të shkoj punoj diku. Edhe ne menduam që në filluam negociatat me një pjesë tyre është rënë dakord edhe unë dhe nga disa kolegë të mit që do shikojnë mundësia për ta nda të taks nëse do vazhdoj në mes gentlemenesh dhe ne po i bojmë një rezume. Në mes gentlemenesh i ju me prodhuesin? Jo, vetëm ne me blerësin. Me blerësin. Importuesin me ne eksportuesin. Thash, problematika është shumë e madhe ti poshtë. Po ju s'do ta reflektoni. Jo, nëse ti reflektoni, do të thotë se ne atë linja, makineri, fabrika, magazina që ne kena, shumë shpejti do ngelin lëvizin mit në për ta, sepse janë enkas për prodhimin dhe për punimin e bimëve mjekësore dhe ato nuk bojnë, nuk ka një lloj senizitor i cili mund të punojë tokën si këtu në Vietnam, por këto makineri pa isje investime janë enkas për bimë mjekësore. Dhe kjo kurse edhe nëse të vendoset në korrekt, nuk do të reflektoj. Dhe prandaj ne e kërkuam me insistim Ministrisë Bujqësisë, Ministrisë Financave, Kryeministrit direkt, që është koha, është momenti që askush nuk mund të thotë nesër jetë bu për fushat elektorale, që po, na do dekretojmë dhe do fusim me njëherë këtë ndihmë, drejt për fermerin. Se po ta kërkojmë, këta nësi dikur, do thonë e donë për vete, që edhe atëre ka morë pjesa dërmuse. Por, në këto kushte, është mjaftë e vështirë dhe shtoj dhe mungesën e fuqisë punëtore, shtoj dhe kostot, pasë ne kemi dhe rendimentin shumë tullë. Ne akoma një pjesë e punojnë e kotën bimin me drapër. Pra nuk kemi futur akoma teknologji si shka Ukrajina apo i pjesë e Bullgarisë, që me një zitor, me 2 punëtor, a i ban disa hektar dhe është për të ardhur keq, sidomos për zonën e Koplikut, që a zonë e madhe bimve, të cilët ju ka ngelur, stok shërbele kanë me ka 2 vite, 3 vite, duke prit çmimin, ndodhe dhe kjo, dhe usa pa është më qestash, mos. Ne dhe goditën tjetër, dhe ku të shkojmë. Me qenë se përmendet për kraun e punës ju vazhdoni të keni të punësuar nga Bangladeshin, mos gaboj? Unë e kompanin time kam nga India, pres kontingentin tjetër, një pjesë kanë ikur
kanë lënë dhe pashaportë dhe kanë qa. Kanë iku ilegalisht e kanë përdorur Shqipëri si trampolin për në kanë qa prendim. fetën e kanë ikë, ne kemi bërë protokollin si mas listacionit shash, po jem të tëru me silë prapë, se të pak të mos kemi munges në përponimin në fabrika tona. Për te Amerikës, pra Shtetet e Bashkuara, një treg i mirë disi për ju është edhe Bashkimi Evropian, në cilin ne s'kemi tarifa. Ju a do të shikoni tregje të tjera, qoftë në BE, qoftë në vende tjera, jo antare, vende më të largëta, se sa Bashkimi Evropian për tregtuar, pra për quar produktet shqiptare. Bashkimi Evropian vërtet është shumë i mirë, është shumë afër. Atë unë kam punë 20%, por ma besoni, një pjesë e këtyre kompanive. Kush e ka vendosur 20%? 20% e kanë Gjermani, e kanë Itali, e kanë vendet e tjera. Po nuk e kanë ndaj Shqipërisë ato? Jo, kanë ata. Po, ata po. Se këto bim, sa për informacion. Shumica e tyre që blen nga Shqipëria, përpunon në Gjermani, apo në Francë, në Itali, dhe tregu më i madh drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. E kuptoj. Dhe çfarë ndodh? Sidomos te një pjesë e kompanive batakshi, si quhen. Ata do ta reflektojnë në çmim, në blerje këtu, ose nuk ta thonë çmim, po kur mbërrin malli atje, të xhel disa probleme ty atje, sepse tani rritet transporti. Sepse shkon nga 2000 një kamion, po ta shosh largësho vajtje dhe ardhje, ty shkon gati 5.800-6.000 euro kosto e transportit. Dhe ata do kërkojnë me domos do të shifet sherri në kuptimin shqip të vendosjes së kësaj tarife. Dhe plus ka kërkesa, jo se s'ka Amerikë, se Amerika ka kështu jashtëzakonisht kërkesat, por me kërkesat që kanë vendosur këta, sidomos për peat dhe teat që janë këto bimet elmuse, kanë krijuar një vështirësi mjaft madhe, por gjithsesi me Bashkimin Evropian do jetë më mirë dhe më afër. Ne kemi pa tregje siç kemi vazhduar me edhe me Australinë, po edhe me Singaporin dhe me vendet e tjera, që të kërkojmë me tregje dhe hapësira sa të mundemi, që mos të jemi vetëm në 2 autostrada, po të kemi edhe në rrugë alternative që kur bllokohet autostrada, ne të hyjmë në treg tjetër. A keni pasur kontakte dhe bisedime konkrete me dikë në këto 2 shtete, pak në Australi? Në Australi një pjesë e kompanive të eksportojnë, një pjesë tashmë edhe në pagogjë kafzo dhe me Japonin, dhe po shohim tregje sepse Singapori metet një në tregjet mjaft potenciale për bimet, edhe ne po shohim mundësi të reja për të alternuar, por thash janë shumë jetike hapja e fondove të Bashkimit Evropian, pasi ne na duhet të rrisim kapacitetin e fabrikat tona dhe të realizojmë përpunimin e bimëve sa ma cilësore dhe sa ma konkurruese me Egjiptin dhe Poloninë dhe me Gjermaninë. Ne një pjesë e kompanive tona konkurrojmë me disa kompani mëdha gjermane në këtë tregje. Në eksportin drejt Shteteve Bashkuara. Drejt SBA-s dhe drejt vendeve të tjera. A pati një frikë të fermerëve reale nga kjo? Të cilët kontaktojnë me ju, pra të atyre kultivuesve, grumbulluesve të vegjël, të cilët pastaj janë ura lidhëse mes fermerit, prodhues dhe jush? Një pjesë të tyre thotë, i laguri nuk pyet për shi. Pra, një pjesë, ne të lagur se të laguri. I futë dhe një kovë me ujë atje, edhe u lagë se u lagu. Detyra dhe problemi i qëndron industrisë tonë, sepse një pjesë e madhe aktorëve tanë kanë sakrifikuar, kanë bërë shumë investime, falë një pjesë të tyre me financimet e vete, një pjesë kanë pas fatën, sepse kanë njofur një deputet apo një minister dhe i ka ndihmuar me ato investime, fundin e fundit janë bërë për industrinë edhe unë i përshëndes, por të gjitha këto ngelen bosh nesër, nëse nuk kemi prodhim dhe nuk kemi çfarë të ofrojmë tregut atje. Ne, me gjithë se vitin e kaluar, ka qenë një vit i vështirë me zhvlerësimin e euros dhe dollarit, por prapë se prapë kemi realizuar një vlerë gati $60 milion eksporte, cila nuk është një vlerë e vogël me ata. Po, $60 milion eksporte, përveç një tregu të vockël që mund ta keni brenda Shqipërisë, ata që mundësitë që mund të jetë i papërfillshëm. Ta janë këta strategjitë një pjesë bile base ka arkohë që të merret dhe alerti me ta, sepse një pjesë mashtroni thonë kemi organike e nuk e kanë as organike, atë ti kërkosh një certifikat
ty nuk ka certifikat të shanë e ti, por e di tregu në fakt, jonë... po me shumë kënaqësi edhe vetë do merresha, përfshi edhe më minimalin e mundshme çajrat në Bustin. Po duke qenë si kanë edhe kosto të lartë analizat, nga herë stepim, sepse ti analizosh kushton shumë. Tregu është shumë i vogël tek ne. Jo, këtë me Pustina tjetër. Jo, shkoni në dyqan dhe shkoni e thotë kam gjithçka bio. Dhe unë i kërkoj certifikim bio. Dhe më thotë jo në arë nga malet e pukë që të tërpojsh. S'ka bio, nëse nuk është certifikuar që është bio. Do të pyesja, ky 60 milion dollarësh eksport. Në fakt, viti kaluar nuk ka qenë edhe viti mirë për shkak të temperaturave, dhe nxehtësisë shumë të lartë. Por viti kaluar, një vit më parë tjera, në gjithat e buxhetin në GDP-n që sjell që ka bujësia në tregun shqiptar, sa është ky 60 milion dollarësh? A ka një farë ndikimi? Në eksportet totale që kryen nga te prodhimi brut i vendit është e papërfillshme. Prandaj nuk e vjen. Në eksportet totale, vetëm sektorin e bujësisë. Në eksportet totale që kryen rreth 520-530 milion. Jo, patjetër. Ne kemi zonë gati 13-14% të vlerës totale të gjitha eksporteve që kryen nga Shqipëria drejt besë Amerikës, zanë bim eksor. Që është shumë. Unë se kam nuk ka pak. Kënaqshme, po llogarisim xhiro që kanë fasonet e tjera. Po çfarë thoni? Po t'ishte si ka mbështetje më të madhe me politika, me financimin dhe grandet për fermerët dhe për kompanitë për kryer investime, unë ju siguroj që mund kishte shkuar dhe drejt 100 milion dollar apo euro shitje. Se ne po kemi vite që po deklarojmë të realizojmë 1 miliard eksporte, po jemi shumë larg. Nëse ne nuk do vazhdojmë të mos të japim dritë jeshile importeve, por të japim vlerë prodhimit venas dhe të japim vlerë eksporteve. Rrugë tjetër nuk ka. Importi kush është në këtë rast? Importohen... Unë po tham në importet totale të vendit tonë. Jo, me bimët medicinale. Jo, me bimin mjekësar, jemi në disa kompani që kemi bim, për shkak të nuk e ke... Ska nevojë të importosh. Kokër Murrizi i du me importua sepse s'ke këtu, pra të kompani që kanë tregje dhe përpunimi. Janë disa bim që nuk banë vendin tonë. Rozmarina që ne kena mundësi të prodhojmë këtu, vjen më larë, me çmim më të lirë nga Tunezia këtu, se sa atje sepse kanë subvencionime. Kanë subvencionime. Gjopo. Keq që me modhe këtij vendi është sepse me gjithë ato subvencionime që janë dhënë, që këtë realizimi këtë në eksporteve nuk do ishe bo pa patur një farë mbështetje, por unë nuk di se çfarë i pengon që me pa, ore sa jep Maqedonia, ore sa jep Kosova dalë me sa ka masesh, sa jep Serbia, nuk po thamë Greqia, atëre, hajde dhe nda përfshim. Nuk disha asë gjo, që nga 21% e prodhimit bruto që je bujësia, shisha asë gjo të futush 100 milion euro total për bujësin. Për të thonë është e përres nga fondën e qeverisë. Tani, problemin e dëmë të njerë zakonisht, kjo si shtash pak më parë, fondën e bashkimit. Po, edhe e një parë treshi që së shtapër. Atëre, kost e lartë, energi elektrike, nafta, fushia punëtore, mungesa e mekanizimit për atje, rendimenti i ullet, është dollari, euro, shtetë tarife në 10%, ty të banë që të thush, o zot, a mund të arrim që të paguim pagat, apo të majmë kompanit? Qartë. Zotë Gjoka, nëse nuk e diçka përshtuar që vlen për ta përmendur, unë të falenderoj që ishën alert. Falenderit jashtëzakonisht. Ishte kënaqësi dhe të kërkoja ndjes për kohën, sepse erdhët në kohë reale, edhe nisim edhe programin me pak vonesë për shkak të startimit të zyrtar të fushatës elektorale. Do shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare, mos u largonim për pjesën e tretë në një tjetër intervistë.